Kjo është një prej qelive të njërit prej 5 burgjeve më famkeq, më të famshëm, më të vjetër dhe më të rrezikshëm, pra më të mbrojtur të Italisë. Burgu të Ventotenes, një ishull pak rreth 1 milje nga ishulli i Ventotenes, ky është një prej krevatëve ku në një dhomë me përmasa të tilla qëndronin deri në 8 veta. Ishulli ka funksionuar që prej vitit 1795 kur u ndërtua nga regjimi Burbonëve deri në vitin 1965. Është një burg i sigurisë lartë, shiheni me doppio dyer, pjesa e brendshme e oborrit, të gjithë burgosurit ishin të vendosur rreth e rrotull në qelit e vendosur atu, ndërkohë që në qendër ishte zona e ajrimit. Burgu është i vendosur në një shkëmb që quhet ishulli Shën Stefanit, 1.4 milje nga Ventotene, po asnjë prej të burgosurve nuk shitet dot det. Unë do të mundohem t'ju jap dhe disa detaje më shumë nga një prej burgjeve më të sigurt të Italisë, nga burgu prej cilit askush nuk u arratis dot në 200 vjet.